kemi miq të dashur, të pëlqejnë pamjet Greta, pesa pamje piktoreske nga Maldivet e Baldushkut. Ishin shumë bukur. Të Zbërnecit thuaj. Po të shpylli sotës, vetëm sot kaustike kishte në rrugë, megjithatë, le të lidhemi me një nga personazhet pakat simpatik të atij qyteti është këshilltari i opozitës në Këshillin Bashkiak të Vlorës, Geron Gumbardi me ne, i cili me sa duket ka edhe shqetësime të shumta. Gumbardi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Tani ne prisnim që t'ishte çdo gjë e përsosur pas asaj feste ku kryetarja e bashkisë çi kishte ato apelet e bëri çeljen e sezonit turistik në Vlorë, apo jo, më 9 maj, o hyje. Çfarë do bëni? Vlora pa slogan. Ore, si e keni sloganin një të këtij sezoni? Sloganin e këtij sezoni e hapi kryetare e bashkisë me 300.000 euro. Pra, u bë një hapje spektakolare në anën e shpenzimeve. Për sa i përket hapjes së sezonit, është shumë gjë e mirë që sezoni të bëhet dhe të çelet në mënyrën dinjitoze siç i ka hije Vlorës, por me aq lek mund të bësh shumë gjëra të tjera të bukura për hapjen e sezonit, mund të bësh shumë aktivitete njëhershmi ti afrosh, por përveç asaj pamje që duket rreth 1 orë apo 2 orë që publikohet vetëm, Vlora në krahun tjetër është një kaos i vërtet, është një kantier ndërtimi në të gjithë rrugët e saj. Vlora nuk është vetëm fasada Lungomarja dhe bulevardi që vetëm propagandohet që është në arritjet më të mëdha. Vlora 100 metra mbas Lungomarjes, 100 metra mbas bulevardit, është një Vlorë tjetër, është një Vlorë që më vjen keq që mbas kaq vitesh, mbas kaq protestash, me kaq ankesash të qytetarëve, çdo vit do rregullohet, Vlora vazhdon të jetë me të njëjtin ritëm. Infrastruktura rrugore, e cila për shkak të ujësjellësit ka kaluar 100 milionë euro dhe qytetarët e Vlorës nuk kanë ujë, për fat të mirë dje që një defekt parmbrëm në darkë, i cili u riparua, po ishte defekt që vinte në tumbo qendrore e qytetit. Mund të rrezikohet qyteti si Rreth me ditë të tëra. Ujësjellësi riparoi tërë natën dhe e riktheu në rrjetin me ujë të pishëm, por në prag të sezonit turistik defekte të tilla mund të bëhen një rrezik shumë i madh për qytetin. Për sa i përket investimit, duhet i kishte mbaruar që në muajin prill, pra kryetare e bashkisë premtoi para Këshillit Bashkiak dhe para qytetarëve të Vlorës që rrugët në fund të prillit do të jenë të gjitha të mbaruara, të asfaltuara dhe qyteti do të jetë gati për sezonin turistik. Po kur ju vjen në fund i prillit juve atje? Po pra se ka 15 vite që pritet. Nuk, për hir të vërtetës nuk u caktua për kë prill. Thjesht u tha për prill, por nuk u caktua viti. Se bashkia në këtë kohë ka qenë e zënë me hapjen e Vlora Invest, e cila do të jetë një kompani brenda bashkisë, do bëj një detyrë paralele në Bashkinë Vlorë, e cila do të menaxhojë si fillim plazhet publike, të cilat dolën me VKM të jenë, sidomos zonë Lungomarës të ishin publik për qytetarët, pra të ishin të lirë. Bashkia gjeti një formulë ose e shpiku këtë formulën, partneritet publik-privat dhe këtë fjalën publik. Pra, në Vlorë do të ketë plazhe publike afër ujrave të zeza, janë 4 rrjedhje të ujrave të zeza në Vlorë. Aty do të lihen plazhet publike, kurse këto plazhet e tjera do bëhen menaxhim publik-privat me një vlerë 7.000 lekë të vjetra. Pra, asnjëherë turistët dhe ata që kanë mbledh shtëpi me 2.500, me 3.000 euro në Lungomare nuk do kenë të drejtën të venë në plazh të lirë siç ishin dje aktualisht. Kishte një prani shumë të madhe turistash në plazh që shijonin diellin të lirë siç janë mësuar turistët pra me peshqir, të jenë të lirë në atë që duan të bëjnë. Pra çdo gjë është e kontrolluar dhe çdo gjë bëhet vetëm për interesa. Asgjë nuk bëhet për qytetarët. Presim turizmin dhe të na vinë turista në porti dhe aeroporti, që janë 2 gjërat që hyjnë turistat në qytet. Porti është kthyer në një kantier ndërtimi ku për të ardhur keq dogana që operon atje dhe kapiteneria mezi kanë vend të kalojnë dhe të fusin një makina.
Pra, porti është i gjithi në kantier ndërtimi. Kur vin emigrantët për të pushuar, që do vinë, apo turistët, nëpërmjet Italisë, porti është në gjendje lufte. Kalojnë në një gardh makinat njëna një, në një plur, në një smog të pabesueshëm, dhe ajo është mirëseardhja e parë në Vlorë. Mirëseardhja në dytë do të ishte aeroporti i Vlorës, që siç i keni parë dhe ju të nderuar, avioni i parë do të ulesh në muajin prill, në zyriu. Shumë kompani të huaja kanë prerë nëpërmjet agjencive u përgatiten që do të vinin në Vlorë, por dhe kjo dështoi. Pra, nuk u tha sërish se në cilin prill do të ndodhte. Edhe kjo nuk u tha në cilin prill. Pra, dështimet janë të mira. Aeroporti s'ka mbaruar? Aeroporti si punime kanë ecur, kanë përparuar, por problemi është qytetarët dhe agjencitë turistike dhe hotelerit nuk i duen kush ka të drejtë, ka 2% i qeverisë apo 98% i investitorit. Ne si qytetarë të Vlorës të interesuar për qytetin tonë dhe për ecje përpara të turizmit, na intereson hapja e aeroportit të Vlorës. 2% dhe 98% janë probleme që qeveria duhet i zgjidhë dhe duhet i ketë zgjidhur. Qytetarët e Vlorës duan aeroportin të cilin u është premtuar dhe kanë bërë planet e tyre për të ecur para. Geron, kam një kuriozitet nëse më lejon. Tani që situata në Vlorë është gati dramatike, ndërkohë që mund të ishte vërtet e jashtëzakonshme me fondet e hedhura, me buxhetet, madje edhe me zilinë e bashkive të tjera për nivelin e investimeve që qeveria Rama, veçanërisht në periudhën kur ai ishte deputet i Vlorës, kishte. Qytetarët sot që e shohin këtë realitet ku vazhdojnë të jenë infrastruktura qesharake dhe inekzistente dhe shërbimet e tmerrshme dhe ky konflikti i ri me tregtarët, siç ishte edhe konflikti i shkuar për çështjen e ujit. Cili është pulsi i vlonjatëve? Pulsi i vlonjatëve, për hir të vërtetës, kryetari i bashkisë ka marrë 7% të votave të qytetit të Vlorës. Pra 7%. 7%, kryetaria aktuale. Problematika në qytet janë dy. Në Lungomare, çdo vit para sezonit turistik, bizneset lungomareve u ve dhe u thuhet do të prishim tendat apo këto gjërat që kanë ndërtuar me leje të bashkisë, pra infrastrukturën jashtë ambienteve të lokalit brenda. Pra, sipërfaqja që është publike, të cilat e kanë marrë me taksa në bashkia, kanë bërë investimet e tyre sipas projekteve të bashkisë, tani kanë bërë një shpikje i nderuar, kanë bërë një shpikje të fundit, u thanë që në vjet në nëndor, kryetare bashkisë, insistojnë mos të prisheshin këto, pa dal një projekt me të drejtë gjithë këto bizneset të interesuara, se në fund të ditës një projekt i bukur, një zhvillim i qëndrueshëm për të gjithë do të jetë më mirë. Por çfarë ndodhi? Akoma nuk ka dal publikisht, kanë afruar një me çadëre, një projekt të një arkitekti italian, i cili është aq arkitekti mirë sa nuk duhet pagosh asnjë lek bakshish, por do pagosh projektin dhe çdo gjë do ta blesh te kjo firma në Itali. Pra, investimet për një çadëre dhe një verandë për jashta do të shkojnë 150 deri në 200.000 euro. Pra, rushfeti nuk është më pago këto lekët, po ka vite dhe ka kohë që ecën në mënyrën më spektakolare. Pra, pago arkitektin se ai do të bëj projektin e mirë dhe po bëre këtë projektin e mirë, neve do të stimulojnë që ti të vazhdosh përpara të përdorësh ambientet që janë e vërteta, janë publike. Pra, në çdo fillim sezoni Vlora goditet, o me ndërtimet pa leje që kanë gjithë të drejtën të zbatojnë ligjin, por jo në fillim të sezonit turistik, kanë të drejtën të zbatojnë ligjin dhe për Lungomaren, por nuk mund ta lësh tani që fillon turizmi dhe ti tani të vesh të thuash hiqni kariget, hiqni çadëret, pra gjithë kjo. Për sa i përket tregut, aty për hir të vërtetës është 30 vjet që nuk është vënë asnjë dorë dhe është gjendja, unë di e kalova personalisht në këmbë, gjendja është shumë alarmante, një vend në qendra e Vlorës vetëm 10 metra, është e pabesueshme pa pastërtia që mund të ketë
30 e ca vjet pa hyrë asnjëri të fshi apo të laj apo të pastrojë në këtë zonë. Zona ka nevojë për zhvillim dhe ka nevojë për projekte të reja, por dhe ata tregtar duhet të ishin sistemuar dhe duhet të ishin gjetur në një vend. Pasi për votime, kryetare bashkisë Vajti apo kryetarët e tjerë dhe në Lungomare dhe këtu, pasi u premtojnë shumë gjëra të mira dhe të bukura, shumica vjen që në orën 7:30 të mëngjesit, sa votojnë na presionet se do të heqim këtë tregun apo do të heqim Lungomaren, do të heqim çadëret dhe presioni qeveritar gjithmonë ka bërë që o nuk vjen fare qytetarët në votime, o ata që vjen pak të kontrolluar japin 7-9-10% të votimeve kryetarëve të bashkisë. Kjo është gjendja se qytetarët janë të tremur, janë të mbajtur nën presion tërkohën, do të prishin plazhin, do të prishin të marr peng dhe në këtë detyrim ata bëjnë. Dhe çfarë ndodh, Flavion, nëse e ke vënë para 15 ditësh, erdhi kryeministri dhe bëri takim me bizneset turistike, operatorët turistik. Në këta operator që u njoftuan që duhet të vinin, u bë një listë me emër mbi emër dhe jashtë rinin në rohet që nuk linin nëse nuk ishe ti ai personi që patronazhisti të kish marrë përsipër, që duhet të vije, duhet të falenderojë qeverinë për projektet që i kish Gjizili Evropa, në të kundërt nuk duhet hyje brenda. Pra nëse ti kishe ndonjë mendim, qoftë për Lungomaren, qoftë për qytetin, qoftë për zhvillimin, qoftë për parkimet, qoftë për çdo gjë që këtu nuk është bërë mirë, atëherë nuk duhet hyje fare dhe nuk duhet të lije. Biles zgjodhën njëna qytetarët e nderuar të qytetit Vlorës që ka një biznes që e surprizoi kryeministrin ton dhe i tha vetëm në Vlorë mund të gjesh gjëra të tilla, pasi i tha që rrugët në Vlorë janë si bilardo. E kemi parë. Pra kryeministri u ma gjeps nga ajo batut. Unë them, një sekond, Gumbardi, unë kam frikë se mos ai bashkëqytetari juaj dhe joni, mos e kishte që ka 6 gropa çdo 2 metra, apo e kishte që është lisho kështu si bilardo? Me thënë drejtën, unë në kështu e perceptova dhe... Mos ja kish me të futur, do më të në shkurt. Ta shojmë dhe një nëse i kemi Geronin. Ja të japim pak kohë regjisë, jemi në transmetim të drejt për drejt miqtë dashur. Mund të këshim vazhduar dhe me ty këtë intervistë, Geta, ti e përfaqëson po aq Vlorën, po të duhet një mandat. Erës tjetër do të kandidojmë për këshilltare, dakor? Këshilltare, ja, ose bashkinë, ose... Ty për ballë Brunëse? Mos e thuaj se e bëjmë realitet? Greta mendohu mirë për këtë që po thua? E menduar je, do më thënë. Vlorën edhe Vlorën. Thelpë, Thelpë kam në zemër. Ja, ju që e keni thelpë në zemër, po e menin qafë, po dakor... Se po e menin qafë? Do e mendojmë, Greta, do reflektojmë thellësisht. Do ta mendojmë së bashku. E kemi Geronin paktën për ta përshëndetur nëse nuk do të vazhdojmë më gjatë. E kemi. Dakor, Geron edhe njërë. Tani, për të rikthyer ajo batuta, e kishte, siç do thonë Vlonjani, e kishte me tamam apo me besoj që do jetë kjo e dyta, që Vlora është si fush bilardo që ka gropa në çdo 10 cm, por problemi është që propaganda dhe dronet e qeverisë japin vetëm pjesën e Lungomares, japin vetëm pjesën e bulevardit, nuk japin Vlorën që është reale. Vlora nuk ka parkime, Vlora i ka përveç këtyre rrugëve të ujësjellësit, ka gropa pa fund në çdo vend. Investimi i fundit është para Universitetit të Vlorës, po bëhet një parkim, pra dhe aty u hoq gjithë pemët, gjithë ulishtja dhe po bëhet parkim, dhe parkimi është shumë, po është vijimi i një projekti që do shikoni një çudi pak më vonë. Si fillim u hoq gjithë ulishtja pranë universitetit për të bërë parkim. Pastaj do hiqet dhe Universiteti dhe Pallati i Kulturës për të bërë 2 kulla të mira me konkurs. Pra kushti jetë më i miri dhe më i afti do t'i ndërtoj. Vazhdon kjo situatë. Vlora me këtë rritje që ka të turizmit, trafiku është i papërballueshëm. Pavarësisht se policia bashkiake dhe policia e rendit
për hir të vërtetës janë për të përgëzuar, punojnë, sidomos në verë që rinë dhe me orë të gjata dhe në dia dhe në kushte të papërshtatshme, por një trafik aq i madh ku Vlora kishte rrugë me 4 korsi dhe kryeministri i bëri me një korsi me të vetmen arsye që shqiptarët nuk kanë si ta dinë se ai vetë nuk ka hipur ndonjëherë makinë, nuk ka patent. Dhe normalisht rrugët me 4 korsi dhe 2 korsi i duket si një gjë e papranueshme dhe gjithë rrugët e Vlorës janë bërë një kalimshë dhe pa parkim të autobusit. Dhe gjithë ky trafik i bën qytetarët që mos të vënë fare në det në kohën e Bearit. Pra, është aq e mbingarkuar Vlora në sezon turistik sa me gjithë atë fluks të madh turistash, me gjithë atë polici që është 24 orë në punë, qytetarët për të vajtur në qendra e Vlorës, për të vajtur në plazh u duhet minimumi 1 orë. Po të ikin në radhim dhe në Orikum u duhet 1 orë e gjysmë. Orikumi është investim, po ecën shumë bukur si investim, por është një kantier i madh ndërtimi që minimumi do të jetë dhe 5 vjet të tjera në këtë lloj faze që është qoftë para universitetit, qoftë porti i cili është kantier, siç u thash, qoftë gjithë radhima, qoftë qyteti i Vlorës, dhe unë nuk e di ku i gjejnë gjithë këto komente dhe gjithë këto gjëra që Vlora mbretëreshe e turizmit, Vlora do ecë kështu, ne jemi të gjitha palët të interesuara dhe në Këshill Bashkiak, kur janë për gjëra të mira, ne jemi gjithë pro për zhvillimin e qytetit të Vlorës. E në fund të fundit një Vlorë e zhvilluar, një Vlorë me turista është shumë mirë për të gjithë. Por fatkeqësisht është për të ardhur keq. Vlora si çdo qytet po shpopullohet, po vinë punëtor në të gjitha vendet. Kanë filluar tani dalje dhe xhiro dhe në qendrën e Vlorës ku është monumenti i pavarësisë, aty e kanë bërë si pikë. Janë shumë bangladeshase të interesuar për Ismail Qemalin, besoj. Janë shumë të interesuar, po më shumë janë të interesuar se është i pikë takimi dhe nuk e harrojnë si vend. Është Skënderbeu për ata të kushmit. Pasi vlonjatët na që këtu shumë mirë po ikin të gjithë jashtë edhe po u alirojnë në vendin atyre. Pra është një keq menaxhim me dashje i gjithë situatës në qytetin. Geron, nuk na vjen mirë. Jemi të qartë dhe siç thotë poezia qartë me qartë, dhe vuajmë thellë më thellë, veçanërisht për situatën e një qyteti që e kemi shumë për zemër. Ne të falenderojmë për informacionet e momentit, do të rikthehemi pashmangshmërisht kur të afrohet edhe më shumë. Kur të filloj praktikisht se zemra e sezonit, se tani quhet i hapur, i çelur sezoni turistik. Tani jemi në nisje, po si do qoftë. Tani sipas Brunës ka filluar që fundjavën e kaluar dhe do të rikthehemi duke u rilidhur me njëri tjetrin. Për momentin jemi në nisje, po më shumë në matje të vënies së ombrelave të plazhit, pra të zaptimit 100% të çdo hapësire publike, pavarësisht çfarë thuhen, realiteti. Dhe të më falësh dhe për një gjë tjetër se është shumë e rëndësishme. Turizmi në Vlorë ka një rritje me herë 3, herë 4 turizmi ujor. Është një na gujda turistike që operatorët në qytetin e Vlorës kanë filluar që në muajin prill. Pra, është një rritje shumë e madhe për sa i përket anijeve turistike dhe gomoneve që çojnë turista në brigjet e Vlorës. Kemi që vjet dhe këtë vit kanë bërë 2 kërkesa në bashki si këshilltar, janë bërë mole në radhim dhe Vlora nuk ka vend ku të hipësh, se te porti ju e kuptoni që është kaos ndërtimi. Te triporti që do besh ai porti i mirë, investimi i madh, investitori nuk ka lek se e ka marrë pa dashje, nuk e di fare që ka marrë atë triportin. Vlora nuk ka, mund të jenë mbi 200-300 mjete lundruese të licencuara në qytetin e Vlorës në shërbim të turizmit. Pra është një turizëm që Vlorës po i sjell shumë sukses, por nuk lejohen të parkohen në këto molet. Pra të ankorohen në këto molet, të kalojnë në mënyrën ligjore, quhen korridore ujore. Bashkia, policia dhe kapteneria nuk gjejnë kohën po ajo është e thjesht, Geron, ajo bëhet që të kenë detyrimin për të dhënë dhe lek në dorë për të shkelur ligjin që vetë kanë vënë. Apo i kanë zënë ata tigrat? Lek në dorë nuk i marrin dot se mjetet janë ujë, duhet ja japësh para se të hipësh në mjet,
pastaj të kalosh. Ata nuk të lënë të vesh të këto molet që janë bërë nga qeveria, mbi 10-15 mole, pra moli është bërë në det për të vajtur një mjet lundrus për të zbritur turistat apo familjarët. As për këtë nuk të lejojnë. Dhe në fund pastaj thonë, pse nuk ecën turizmi në Vlorë? Dakor, faleminderit Geron Gumbardi. Do të rilidhemi ne tani kalojmë ku do kalojmë Greta. Ishte temë shumë... Të lodh kjo. S'ka që një vot e garantove. Një vot si kryetare e garantove. E garantove? E kape një vot. Nuk voton në Vlorë, po e kemë mbështetjen e zotërisë, do ta them në publicitet, miq të dashur. Por, përpara se të kalojmë publicitet, kemi nevojë për pak energji dhe pak balans. Ne kemi formulën ideale për të stabilizuar dhe energjinë dhe balancën për cilën kemi nevojë në trupin tonë, dhe është Magnedoro Liquid, i cili fal përbërjes së tij me magnez dhe përthithjes së shpejtë, ndikon aty ku keni më së shumti nevojë, në muskuj dhe në sistemin nervor.